Sot kam një keqardhje të madhe që është kaq ky shesh. Si që ishte ditën e parë që na u mbush zemra. Tani, unë dua t'i bëj një thirrje të rinjve, një mesazh. Të thesin dhe pak në kujtesën ato vitet e kaluara. Më 90-ën këtu kemi e qizuare me Rozhën. Po nuk ishte kjo situatë, ishte shumë më keq. Sipër në këto taraca kishte snajpera, që fatmirësisht nuk morën urdhër për të shtenë. Prandaj, rinia sot nuk duhet të ketë frikë. Liria nuk fitohet nga shtëpia, nuk fitohet nga lokali, nuk fitohet nga celulari, fitohet në shesh. A e pata të largjatësinë dje? A ju erdhën zorët në goja, kur e patë? Që bende si lavire. Po mua nuk më dhejmë shumë a ju. Nuk më dhejmë shumë a ju, më dhejmë ata që duar trokasin. Me ata e kam. A vërtet u kënaqën ata që panë kryeministrin atje? Tani, kjo partije punës që sot quhet Partia Socialiste, ka ngritur tërë arsenalin e saj, tërë patronazhistët, tërë spiuna, tërë fuksat që theshim ne që moti, sot janë patronazhistë. Dhe rezultati është ky që jemi kaq pak. Prandaj u bëj thirrje të gjithëve, ngreuni, thyeni frikën. Thyeni frikën. Më kaq keq se qemi nuk kanë që na bejnë, nuk kemi çfarë rumbim. Poshtë Tirana. Për takuar njerëzit e mi, kam takuar edhe shoqërisë këtë klasës, po edhe me të vërtet kam ardhur në Kanan shumë e ndihmuar, kemi ikur që të rinj, kam ikur studente, edhe fëmijët po mbarojnë me nota të shkëlqyera. Unë kur vi këtu vi, më thënë vimi çaj se më merr malli edhe për gurë e sokakut më merr malli. Prandaj jo dramatik, po të zhduket. Rama në Burg, Berisha në Burg. Shqipëria është e shqiptarëve, e vimi vetë shqiptarë dhe vdekja është e tradhtarëve. Jetojmë të gjithë. Vërtet ne jetojmë, po unë më të miku rinia, miku komplet. Miku, jo rinia, po miku, domethënë djeshta. Më thënë vetë të punoj dhe t'ja për Gjermani, kur mund t'ja për Shqipërinë për koshtën time të dashur. Prandaj them jo të qërojt, po të zhduket një orën përpara. Sepse Shqipëria është e jona, është e shqiptarëve, nuk është as njeriu, nuk është e imja personale. Është për takuar njerëzit e mi, kam takuar edhe shoqërisë këtë klasës, po edhe me të vërtet kam ardhur në Kanan shumë e ndihmuar, kemi ikur që të rinj, kam ikur studente, edhe fëmijët po mbarojnë me nota të shkëlqyera. Unë kur vi këtu vi, më thënë vimi